Gjirokastra ka mirëpritur një numër të lartë turistësh këtë fundjavë si vendas, ashtu edhe të huaj, pavarësisht se jemi ende në fillim të marsit. Rrugicat e qytetit të Gurt janë mbushur me vizitorë që kanë ardhur për të zbuluar historinë dhe kulturën e qytetit të Gurt. We are from the Basque Country. Vendosëm të bëjmë një udhëtim në Shqipëri dhe në turin ton disa ditor s'mund të linim pa vizituar edhe Gjirokastrën. Është një qytet shumë i bukur. Vizituam Kalan, pazarin dhe do të shkojmë edhe në muzet e tjera, sepse duam të mësojmë më tepër rreth këtij qyteti të bukur. The country because it's different. Kam punuar këtu e kam nostalgji, më pëlqen Gjirokastra, prandaj edhe kam ardhur sot vizit me gruan. Ta shikojmë pak nga Kalaja, pak te nga Obelisku. Mua më duket ajo që kam lënë 80-s, ka vetëm bojra. Kurse godina dhe më pëlqen që është ashtu pa u prishur këto gjërat e vjetra të cilat unë i kam nostalgji. Vizitorët shprehen të mahnitur nga bukuria e arkitekturës tradicionale dhe mikpritja e banorëve. Është herë e parë që vi në Gjirokastër. Më pëlqeu shumë, një qytet i bukur me arkitekturë të veçantë. Do të qëndrojmë 6 ditë në Shqipëri. Dhe pasi e kishim parë në rrjetet sociale këtë qytet të veçantë, nuk mund të linim pa e vizituar. Vi nga Greqia. Në fakt për mua është herë e parë që vizitoj Gjirokast dhe tani po pendohem që s'kam ardhur më parë. Ka një arkitekturë të veçantë me këto ndërtesa historike dhe të ndërtuara kaq bukur. Njerëzit këtu na kanë pritur ngrohtë. Ushqimi është shumë i mirë dhe i ngjashëm me shijet tona. Do të rikthehem përsëri në këtë qytet. Interesi i lartë për Gjirokastrën edhe në këtë periudhë tregon se qyteti po shndrohet në një destinacion të qëndrueshëm turistik gjatë gjithë vitit. Me një kombinim të historisë, kulturës dhe natyrës, Gjirokastra vazhdon të tërheqë vizitorë nga gjithë bota.